Përshëndetje Besim edhe të Vësyrit, gjithë shikuesve tuaj, faleminderit që na përcjellni në eventet tona. Siç e thove ti, shoqata ka Gjergj Kastrioti dhe ne për çdo vit e kremtojmë ditëlindjen të pamposhtrit tonë Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kështu që për çdo vit edhe mundohemi me trajtuar një temë tjetër nga jeta e të madhit Skënderbeu. Vitin e kaluar që qenë aty këtu, kemi pas ekspozitën me piktura, me skulptura të Skënderbeut gjithherë. Ndërsa këtë vit kemi menduar me trajtuar një çështje tjetër nga jeta e tij, domethënë fuqinë fizike të Skënderbeut. Dhe na e dim që ky sport ka qenë i përhapur, domethënë mundja durve edhe në kohën e Skënderbeut dhe kemi dashur me trajtuar diçka ndryshe, domethënë. Është eventi edhe sportiv, edhe familjar, po edhe edukativ gjithherë. Do të thotë çdo herë ose çdo vit përvëroni të bëni tema ndryshme, aksione ndryshme. Po. Domethënë, maji është ditëlindja e Skënderbeut. Në rastin e ditëlindjes së Skënderbeut, neve e trajtojmë edhe një çështje nga jeta e heroit tonë. Po të ftuar janë të gjithë bashkëdhetarët tonë që jetojnë jo vetëm në Zvicër, Gjermani, Austri, Itali, domethënë ka edhe njerëz që nga këto vende, po, nga tre shqiptar. Po, domethënë kena Paulin Zefin nga Lezhë, që do ta ketë atë fjalimin e vet rreth fuqisë së Skënderbeut. Është Refki Gallopeni që do të merret tani me atë pjesën e vizatimit me fëmijë që ka ardhur nga Kosova ekstra. Domethënë është Fjolla Berisha nga Zvicra, domethënë është një miks i njerëzve që marrin pjesë në program nga Kosova, Shqipëria, Zvicra, por mysafirët, domethënë është event i hapur, janë të mirëseardhur nga gjitha trojet. Pjesëmarrje kanë konfirmuar njerëz nga Gjermania, nga Austria, nga Zvicra, po ashtu edhe nga Kosova vin enkas për këtë manifestim. Po misioni i shoqatës, misioni kryesor është promovimi i jetës dhe veprës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Neve domethënë në mënyra të ndryshme dojmë dhe po e bojmë, po promovojmë jetën edhe veprën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Nuk kjo është qëllimi edhe misioni i vetëm, që të merremi vetëm me figurën e Skënderbeut dhe ta prezantojmë aq më mirë se që është e mundur. Gjithçka në rregull, ne jemi gati, tash ka nisë me ora 10 të ftumt, në ora 12 fillojmë, gjithçka është në rregull. Jeni gati me pjesë mysafir? Po, gjithsesi, gjithçka është okay. A janë të regjistruar të gjithë garuesit para fillimit zyrtar? Jo, se në këto evente garuese që është amatore, kuptohet, regjistrimi bëhet në ditën e eventit edhe pjesëmarrja atë. Domethënë tash na kemi hapur veç regjistrimin, interesimi është i kënaqshëm, kështu që besoj që do të shkojë gjithçka mirë. Duam të potencojmë që është një garë simbolike edhe është amatore, domethënë është për amator, unë mund me marr pjesë edhe me kalu një pasdite të bukur, ndryshe. Pjesë e programit është edhe shkolla shqipe këtu në Byla, që merr pjesë me fëmijët e shkollës shqipe. Domethënë punëtoria e artit është pikërisht për fëmijë, siç e ka është edhe Refki Gallopeni, është artist që do të merret me fëmijë që të pikturojnë diçka rreth Gjergjit, po në përgjithësi ta kenë mundësinë që të merren me art, me pikturë në këtë rast, po kemi edhe lojra ndryshme për fëmijë që, domethënë, neve mundohemi që aktivitetet tona të jenë familjare, domethënë të vinë njerëz me familje, që fëmija kanë mundësi të bëjnë diçka tjetër, të rritnit bëjnë diçka tjetër, që gjithë të jenë domethënë të angazhuar në program. Domethënë kjo është misioni im edhe personal, jo vetëm shoqatës. Ne për këtë punojmë gjatë gjithë vitit dhe jemi jashtëzakonisht të lumtur që ka interesim edhe na përcjellin njerëz. Po na munduemi që me punë, domethënë me ia dhënë atë në një përgjigje. Domethënë ka asnjë njerëz që kanë lloj fjalësh ose veprimesh kundër Skënderbeut. Neve kemi zgjedhur që me punë me ia dhënë atë në një përgjigje. Ndodhin gjëra që janë papranueshme, që fyen figurat tona kombëtare, fyet identiteti jon kombëtar, domethënë që janë papranueshme për secilin shqiptar. Çka kishim dashur ne që Kosova, Shqipëria, aty ku janë shqiptar, me bëni ligj që më mbrojt vlerat kombëtare. Pa marrë parasysh, duke filluar prej Skënderbeut, edhe deri te familja Jashari, e secili luftetar dëshmor që ka dhënë jetën për këtë vend.